Kur zora e trash fillon të bllokohet, trupi jep sinjale që nuk duhet i injorojmë. Zora e trash ka një rol të rëndësishëm në tretjen e ushqimit, përthithjen e ujit dhe largimin e mbetjeve nga trupi. Kur ajo nuk funksionon siç duhet, çdo proces tjetër në aparatin tretës fillon të ngadalsohet ose prishet. Bllokimi i zorrës së trash mund të jetë i pjesshëm ose i plot dhe sjell pasoja të rënda nëse nuk identifikohet me kohë. Më poshtë gjen një shpjegim të detajuar për 5 shenja më të zakonshme që tregojnë se zora e trash është në vështirësi dhe po bllokohet. Shenja e parë është kapsllëku i fortë, i zgjatur dhe i përsëritur. Kapsllëku i zakonshëm zgjidhet brenda disa ditësh, por nëse zgjat më shumë, kjo tregon se zora nuk po lëviz dot normalisht. Shkaku më i shpeshtë është mungesa e fibrave, konsumimi i pak ujit, dëmtimi i mikroflorës e zorrëve ose një bllokim fizik si fekaloma, grumbullim shumë i fortë mbetjesh. Në këtë situatë, njeriu ka vështirësi të dalë në tualet, jashtëqitja bëhet e fortë sigur dhe shpeshherë shoqërohet me dhimbje. Kapsllëku i zgjatur është një nga sinjalet më të hershme që zora mund të jetë duke u ngustuar ose duke humbur lëvizshmërinë e saj natyrale. Sa më shumë të zgjatet, aq më i madh bëhet rreziku për bllokim. Shenja e dytë është dhimbja e barkut që përhapet si val dhe përsëritet disa herë gjatë ditës. Kjo lloj dhimbjeje nuk është e njëjtë me dhimbjet e zakonshme të fryrjes. Dhimbja e shkaktuar nga bllokimi i zorrës ndjehet e ngjashme me ngërçe të forta që vijnë dhe ikin. Zorra përpiqet të shtyjë mbetjet përpara, por has në pengesë dhe prodhon dhimbje. Sa më shumë përpiqet trupi të krijojë lëvizje, aq më të forta bëhen dhimbjet. Ndonjëherë dhimbja rritet sidomos pas ushqimit, sepse zorra përpiqet të punojë. Personi mund të ndjejë presion të fortë në bark, djegje në anësore ose ndjesi therjeje, gjë që tregon se diçka nuk po funksionon normalisht. Shenja e tretë është fryrja e tepruar e barkut dhe gazrat që nuk dalin. Fryrja e barkut është një simptom shumë e zakonshme, por kur ajo kombinohet me pamundësinë për të eliminuar gazrat, atëherë bëhet shqetësuese. Kur zora bllokohet, gazi ngec brenda saj dhe barku fillon të zmadhohet. Kjo shkakton presion të madh dhe shqetësim që rritet gjatë bitës. Barku shpesh bëhet i fortë në prekje, sikur është i mbushur me ajër që nuk ka ku të shkojë. Ky është një nga sinjalet më serioze të bllokimit të zorrës, sepse tregon se lëvizja e brendshme është ngadalsuar ose ka ndalur plotësisht. Shenja e katërt është nauzea, të përzierat dhe mungesa e oreksit. Këto shenja shfaqen sepse trupi nuk po e përpunon dot ushqimin normalisht. Ushqimi që konsumohet mbetet më gjatë në stomak, e ngadalson zbrazjen e tij dhe shkakton një ndjesi të rëndë. Në rastet më të avancuara, trupi mund të reagojë me të vjella sepse nuk ka rrugë të lirë për të lëvizur ushqimi përpos rikthimit. Të përzierat zakonisht shoqërohen me dobësi, mungesë energjie dhe ndjenjë presioni në pjesën e sipërme të barkut. Kur të vjellat bëhen më të shpeshta, kjo është shenjë e qartë që bllokimi ka avancuar dhe kërkohet vëmendje mjekësore. Shenja e pestë është mungesa e jashtëqitjes për disa ditë ose ndryshime drastike në mënyrën e daljes. Kur zorra fillon të bllokohet, jashtëqitja mund të ndalet plotësisht. Mund të dalë vetëm pak mukus ose pak lëngje, por jo masa normale e jashtëqitjes. Në shumë raste, personi ka ndjesinë e nevojës për të shkuar në tualet, por nuk arrin dot të kryejë procesin. Në këtë fazë, zorra është e mbushur dhe nuk ka vend për të kaluar asgjë. Kjo është shenja më e fortë që bllokimi është në një fazë të rrezikshme dhe kërkon ndihmë të menjëhershme profesionale. Në përfundim, bllokimi i zorrës së trash është një gjendje që nuk duhet injoruar. Trupi jep sinjale të qarta dhe sa më herët të ndërhyhet, aq më e thjeshtë është zgjidhja. Hidratimi i rregut, konsumi i fibrave, lëvizja fizike dhe shmangja e ushqimeve të rënda ndihmojnë në mbajtjen e zorrës së shëndetshme. Por nëse shenjat bëhen të forta dhe të vazhdueshme, duhet patjetër konsultim me mjekun. Zora e trash është një organ jetik dhe çdo problem me të kërkon kujdes të posaçëm dhe trajtim të saktë.